Të nderuar miq të emisionit Target, mirëmbrëma. Institucionet e Kosovës në bashkëpunim me bashkësitë fetare të vendit në për tryeza publike dhe komisionet përkatëse të qeverisë dhe kuvendit janë në proces të amandamentimit të projekt ligjit për bashkësitë fetare. Ndërkohë që ka kërkesa imediate për miratimin e këtij projekt ligji në mënyrë që të rregullohet statuti i bashkësive fetare në Kosovë. Për më tepër, rreth kësaj teme, sonte do të diskutojmë në studio me Labinot Maliqin, teolog islam dhe imam. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Teuta Haxhiu, deputete, përfaqësuese e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Lirit Fetare të tjera. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Po ashtu dhe Don Shanzefi, doktor Don Shanzefi, kancelari i Pleqësisë të Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Atëherë, pa humbur kohë, fillimisht do ndjekim një kronik me ato